gati. Përshëndetje, ju falenderoj për bashkëpunimin e drejtanishëm që media e qytetit të Gjirokastrës ka ndërmarrë dhe vazhdon të ketë me gjykatën e shkallës parë të qytetit përgjithshëm Gjirokastër. Ditën e sotme ne zhvillojmë analizën vjetore për vitin 2025. Siç e dini edhe ju, po dhe sipas raporteve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sistemi gjyqësor në përgjithësi, po dhe gjykata e shkallës parë e të përgjithshëm në veçanti është përballur me një backlog të çështjeve, pra të pa vendosura në lëvizje dhe të pa evaduara, siç i themi ne. Viti 2025 ka një tregues pozitiv në lidhje me evadimin e dosjeve, me vendosjen në lëvizje, me dhënien e vendimeve përfundimtare nga ana e gjykatës. Trupa gjyqësore për vitin 2025 është plotësuar sipas organikës gjithsej në 7 gjyqtar. Besoj që viti 2026 do na gjejmë me tregues edhe më të mirë, me shpresën që evadimi dhe backlogu të jetë në vlera shumë të ultra, me dëshirën më të madhe për të qenë zero. Ju falenderoj shumë. Sa ju thatë 7 gjyqtar, sa nevojë ka Gjirokastra?